Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim të YouTube. Unë jam Rizarta dhe në këtë video do ndaj me ju 5 gjërat që bëra për të rikthuar periodat bazuar në eksperiencën time personale. Nuk jam mjeke, por mendoj që është shumë e rëndësishme që vajzat të flasin hapur për shëndetin e tyre hormonal. Nëse ke humbur periodat dhe ndihesh e shkëputur nga trupi yt, atëherë shpresoj që kjo video të bëjë të ndihesh më pak vetëm dhe është videoja që duhet të dëgjosh tani. Bazuar në eksperiencën time personale, mendoj që humbja e periodave për 3 muaj e gjysmë, rreth 4 muaj, erdhi nga shumë faktorë të ndryshëm, të cilët kur mblidhen së bashku normalisht që do japin një rezultat ku trupi yt thot pusho, sepse vërtet kam nevojë që ti të më dëgjosh. Prej 2 vitesh unë bëja fasting, të paktën 16 orë, gjithmonë e mbyllja ushqimin në orën 8 të darkës edhe pastaj rifilloja në orën 12 të ditës pasardhëse. Kur haja në orën 9, filloja në orën 1, domethënë gjithmonë një 16 orarësh, unë duhet patjetër ta kisha bosh, pa ngrënë asgjë. Pija vetëm ujë apo vetëm çajra të cilat kishin 0 kalori. Por gjatë kësaj kohe unë edhe ushtrohesha në palestër, vazhdoja ditën normalisht me aktivitetet e mia fizike dhe me aktivitetet e ditës. Pa kuptuar që sado i mirë fasting është, ndikonte në çrregullimin tim hormonal. Kjo ndodhi për 2 vite. Unë kam qenë gjithmonë një suportuese e madhe e jetës së shëndetshme, edhe vazhdoj të jem suportuese e jetës së shëndetshme, por ndonjëherë kur je shumë strikte, kuptova që nuk është mirë. Fasting gjithmonë e shoqëroja me këtë jetesën strikte, edhe në dietën time strikte kishte shumë pak karbohidrate. Sepse karbohidratet kanë shumë kalori, nuk janë shumë të mira, është kjo miti që dëgjojmë lart e poshtë për karbohidratet dhe njësoj edhe për yndyrnat. Ushqimet të cilat kanë yndyrna dhe karbohidrate janë dhe ushqimet që kanë më shumë kalori. Dhe unë vjet kam qenë nën peshë. Duke qenë se kam dashur gjithmonë që të jem e dobët, të jem fizikisht mirë edhe slim. Gjithmonë i numëroja kaloritë që haja, edhe haja 1200, maksimumi 1500 kalori në ditë, gjë që nuk ishte normale, sepse unë bëja 2 orë palestër, bëja 10.000 hapa ndonjëherë edhe më shumë, harxoja energji me aktivitetet e tjera, edhe nuk e kuptoja që nuk po e ushqeja trupin mjaftueshëm me aq kalori sa trupi im kishte nevojë që të funksiononte. Dhe kur e ushqen trupin me më pak kalori se ç'trupi ka nevojë, trupi pastaj kalon në gjendje stresi edhe të krijon probleme nga më të ndryshmet. Faktor tjetër që ndikoi tek humbja e periodave të mia ishte edhe aktiviteti i lartë fizik. Domethënë, unë shkoja çdo ditë në palestër. Edhe në ditët që nuk shkoja ndihesha në faj edhe ecja akoma më shumë. Bëja edhe gabimin që në ditët që nuk shkoja në palestër, haja më pak ushqim se sa në ditët që shkoja në palestër, sepse mendoja që nuk kisha djegur aq shumë kalori, edhe po jap trupit më pak kalori tani që të mos kaloj në surplus apo të marr peshë. Por trupi ynë ka nevojë për të njëjtat kalori çdo ditë, pa marrë parasysh se sa kalori djeg ti. Nuk është e thënë që në ditët që nuk djeg kalori, të japësh trupit më pak nga çfarë ka nevojë. Pas kësaj bëja palestër gjatë kohës që bëja fasting, siç ju përmenda, sepse kisha lexuar shumë që fasting është shumë i mirë për trupin dhe vërtet është shumë i mirë sepse të pastron të gjitha toksinat, pastron mëlçinë, etcetera, por trupi ynë e pastron dhe vetveten e tij pa bërë ne një fasting kaq të gjatë. Gjithsesi, kuptova për femrat dhe për meshkujt aktiviteti fizik, ushqyerja dhe fasting funksionon ndryshe. Dëgjova në një podcast nga një shkencëtare, e cila thonte se për femrat fasting nuk është i sugjerueshëm të bëhet shpesh edhe të bëhet në orë shumë të gjata, sepse trupi i femrës ka nevojë që sa po hap syt në mëngjes, nëse e keni vënë re, gjithmonë të shkon me një direkt te ushqimi. Dhe kjo nuk ndodh tek djemt, sepse trupi i femrës kërkon një ushqim, kërkon një komfort në mënyrë që të përballojë stresin e ditës, sepse nivelet e stresit e femrat janë më të larta dhe më të ndjeshme se sa tek meshkujt. Prandaj, ajo shkencëtarja sugjeronte që të paktën një moll, një vezë, një hurmë arabie, diçka sado të vogël, thjesht që ti thuash trupit që shiko, unë po të ushqej, nuk ka nevojë që ti të stresohesh, do vazhdojmë me ditën qetë, domethënë ushqimi është aty nëse e duam, mos mendo dhe mos u streso për urinë. Rezultoi të ishte e vërtetë. Një nga faktorët e tjerë që më shkaktuan humbjen e periodave, ju thash që ishte aktiviteti fizik. Po bëja aktivitet fizik çdo ditë, po bëja me pesha çdo ditë
Edhe në fasting edhe vërtet nuk kishte e nevojshme që të lodhesha dhe të harxoja aq shumë energji. E bërë këtë për 2 vite radhazi, erdhi pastaj humbja e periodave për një periudhë kaq të gjatë. Më kishte ndodhur dhe herë të tjera që të humbisja periodat për 2 muaj, 2 muaj e gjysmë, por nuk më kishte ndodhur asnjëherë që ti humbisja për 4 muaj. Kur kam bërë vizitën tek ginekologja, normalisht që ajo më tha që një nga faktorët kryesor ishte edhe stresi. Normalisht që ishte sepse po kaloja një periudhë shumë të ngarkuar. Faktor tjetër kryesor janë edhe fluturimet që unë nuk e dija, por nëse ti ndryshon, sidomos kur ndryshon kontinentin, ndikonte shumë edhe në ardhin e periodave rregullisht. Gjithsesi, të gjitha këto faktorët bashk, mos ngrënia e yndyrnave, mos ngrënia e karbohidrateve, fasting në orë të zgjatura, aktiviteti lart fizik, edhe stresi, të gjitha këto shkaktuan tek unë humbjen e periodave për 4 muaj. Tani kjo ishte historia se si i humba periodat. Tani të kalojmë tek ajo që është më e rëndësishmja, si ti kthejmë periodat. Po doja një herë që të ndaja historinë time që të kuptonit nëse jeni në këtë gjendje që jam unë, po bëni këto gjëra që po bëj unë, apo mbase keni nga faktorë të ndryshëm, sepse normalisht duhet të konsultoheni me ginekologen tuaj. Të gjitha këto më ndikuan nga pak dhe sa më shumë që e mendoja, aq më shumë stresohesha dhe normalisht nivelet e kortizolit aq më shumë rriteshin. Humbja e periodave vjen edhe pikërisht nga kjo, nga rritja e niveleve të kortizolit. Kortizoli zakonisht rritet kur ti je më i stresuar edhe nuk po kujdesesh për trupin ashtu siç duhet. E pastaj ulen dhe nivelet e estrogjenit që për femrën estrogeni është shumë i rëndësishëm. Tani gjithë kjo historia shpresoj të mos ju ketë lodhur, sepse tani do fillojmë me këshillat reale dhe praktike që mund t'i bëni dhe do të keni rezultate. Sa këto gjëra që do ju përmend tani i bëra për një muaj e gjysmë. U desh vërtet një kohë e konsiderueshme që periodat të ktheheshin që nga dita që unë nisa ti bëj këto gjëra, sepse normalisht trupit ju desh 2 vite stres, 2 vite të përballonte gjithë stresin që unë po i jepja, edhe normalisht nuk mund të ktheheshin sa hapi mbyll syt, nuk mund të ktheheshin brenda natës, nuk mund të ktheheshin as brenda javës. Kështu që duhet keni vërtet durim kur t'i bëni këto gjëra në vijim. Së pari, ndalova së fiksuari me kalorit. Fillova ta ushqej trupin tim me aq kalori sa duheshin. Nuk e vura më kokën e as tek natën me ndjesinë e urisë. I dhash trupit tim aq ushqim sa donte. Çdo ushqim që shikoja para që doja të haja, e haja vërtet, sepse duhet të bësh paqe me faktin se ti e kontrollon ushqimin dhe nuk të kontrollon ushqimi ty. Mu desh një kohë e gjatë që të kuptoja që unë duhet të ushqehem mirë, në mënyrë që të performoj edhe mirë pastaj në palestër edhe që trupi im të mos jetë në gjendje stresi gjatë gjithë kohës. Që në momentin që e bëra këtë, fillova të ndihesha më mirë. Fillova që të kuptoja që ajo, ku di unë, patatja ëmbël apo ajo veza që shikoj aty në orën 10 të darkës, edhe mund ta ha, nuk do vdes, apo ajo molla mund ta ha edhe në orën 12 të natës. Në çfarëdo lloj momenti që ke nevojë për ushqim, thjesht mund ta hash, nuk ka rregulla të caktuara që ti ta ndalosh veten tani dhe mos e hash atë gjën. Dhe kjo më ndihmoi shumë të bëja paqe me ushqimin dhe të bëja paqe me kaloritë që merrja gjatë ditës. Më ndihmoi shumë, së bashku me këtë pastaj vjen edhe fakti që nuk e strapacova më veten aq shumë çdo ditë. Kishte ditë që nuk i kapja dot 10.000 hapa, edhe thjesht bëja paqe me këtë se mund të kisha harxuar energji në emision, në për video, në për xhirime, domethënë mund të kisha dhënë aq shumë nga vetja gjithë ditën, edhe të bëja 10.000 hapa ishte shumë. Apo duhet të bëja paqe me të pushuarit. Unë nuk dija të pushoja më parë, nuk ndjesha në faj kur pushoja, ndërkohë që nuk e kuptoja që trupi im ka nevojë për pushim, që ato muskujt të rikuperohen. Domethënë është një cikël, njësoj sa i rëndësishëm është aktiviteti fizik, po aq i rëndësishëm është edhe pushimi, në mënyrë që trupi të marrë veten edhe të fillojë me ciklin tjetër. Unë këtë gjë nuk e dija më parë, mu desh të vërtet të kuptoja që duhet pushoja. Së dyti, fillova që të shtoj karbohidratet dhe yndyrnat në rutinën time. Madje i shtova 2 fish më shumë se që konsumoja më parë, apo që është normalja.
Karbohidratet dhe yndyrnat janë shumë të rëndësishme për rregullimin hormonal dhe për funksionimin e trupit të femrës. Yndyrnat ndikojnë shumë edhe në rritjen e estrogjenit, që është shumë i rëndësishëm pastaj për rikthimin e periodave. Flasim për karbohidrate të mira dhe për yndyrna të mira. Futa në dietën time avokado çdo ditë. Ara braziliane çdo ditë, nga 2 ara braziliane. Futa shumë marrore, pa numëruar kaloritë, se gjithmonë i haja, po i haja në sasi të vogla. Ara, bajame, lajthi, kajsus, çfarë do lloj arrore të mundshme që ka yndyrna të mira, e futa në rutinën time. Për karbohidrate konsumoja buk sourdough, konsumoja quinoa, konsumoja patate të ëmbël, po kjo çdo ditë. Po ju them që çdo ditë as yndyrnat, as karbohidratet nuk mungonin në dietën time. Duhet patjetër që t'i konsumoja, edhe kur mendoja që po e kaloja me kaloritë ditore, as nuk e vrisja mendjen fare, thjesht haja sepse rikthimi i periodave dhe shëndeti i trupit është shumë herë më i rëndësishëm se ajo që të është fiksuar ty në mendje që mos ha. Se merr pesh apo nuk duhet të vësh bark apo ku diun. Ndërkohë që nuk e dija që edhe ai barku që mund të vendosin femrat aty në fund të barkut, domethënë, mund të jenë thjesht rritja e nivelit të kortizolit. Kishte lidhje me gjitha këto gjërat që u thash tani. Së treti, futa në dietën time vitaminën B kompleks. Së bashku me vitaminën B kompleks, fillova të konsumoja edhe shumë sardele. Për mua sardelet, nuk e di nëse ishin vërtet sardelet apo ishte gjithë kombinimi i të gjithave, por sikur më ndihmuan, sikur ishin një nga ushqimet kryesore, duke qenë se kanë omega 3. Vitaminën B kompleks e merrja në drekë nga një kapsul çdo ditë dhe më ndihmoi si me lodhjen, më ngriti energjinë, më ndihmoi dhe me gjumin, më qetësoi, kështu që për mua funksionoi. Së treti, ndalova fasting. Zgjohesha në mëngjes, direkt konsumoja ushqim dhe nuk kishte lumturi më të madhe se mua, se të zgjohesha edhe të mos prisja deri në orën 12 që të haja pastaj. Zgjohesha në mëngjes edhe direkt haja mëngjes. Haja 2 vezë, patate të ëmbël, avokado, haja moll, haja fruta, çfarë lloj gjëje që më hahi. Gjithmonë flasim për ushqim të shëndetshëm, nuk flasim për gjëra të tjera se nuk i konsumoj, nuk i kam qejf t'i konsumoj. Ndalimi i fasting më ndihmoi jashtëzakonisht shumë, kështu që unë nuk e sugjeroj më fasting tek femrat për ditë të tëra. Është shumë i mirë për të bërë për një periudhë të caktuar, po pastaj duhet të rikthehesh tek normalja, që trupi yt të mos rris nivelet e stresit. Nuk e di sa herë e kam thënë, po vërtet duhet ta kuptojmë. Dhe po, kjo më ndihmoi goxha shumë, sepse trupi e kuptoi që nuk kishte pse të stresohej më për ushqimin, edhe automatikisht ula edhe nivelet e stresit. Kalojmë tani tek faktori 4, që është menaxhimi i stresit. Stresi është një faktor shumë i rëndësishëm, siç ua thash në humbjen e periodave, dhe menaxhimi i tij është esencial për rikthimin e tyre. Nuk është e thjeshtë, e di që është shumë e thjeshtë të thuhet dhe është e vështirë të bëhet, sepse vërtet nuk është se ne duam të stresohemi edhe hajde se po stresohemi, vërtet stresi dhe ngarkesa vijnë nga probleme të ndryshme që kemi, por unë mundova shumë ta reduktoj. Për këtë, unë përdora edhe ashwagandën, po nuk e përdora për shumë gjatë, kështu që merrni ose jo si këshill, nuk e di, bëni kërkimet tuaja, për këtë nuk di të them. Po fillova të marr gjërat pak më lehtë, fillova të mos i mendoj më që trupi im nuk është mirë, po thjesht të mendoja që unë po bëj diçka të mirë për trupin tim. Fillova që t'i marr punët me radhë, ti shikoj gjërat hap pas hapi. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme për mua, sepse ndonjëherë ti shikon që ke për të bërë shumë gjëra apo ke për të bërë diçka shumë të madhe, edhe fokusohesh te përfundimi, pa kuptuar që po ti bësh gjërat hap pas hapi, jo vetëm që reduktohet stresi, po edhe gjithë ai përfundimi bëhet më lehtë. Kështu që po, menaxhimi i stresit, ndoshta mund të bëj një video tjetër për këtë menaxhimin e stresit, po nëse ju mundeni, reduktojeni sa më shumë. Nuk e di, kaloni kohë me miqt, me familjen, ecni në natyrë, lexoni,
Bëni gjërat që ju bëjnë ju të lumtur. Si tani po flas për veten time, nuk e di çfarë mund t'ju bëjë ju të lumtur, po fokusoheni te gjërat e mira edhe sa më pak stres. Nuk e di çfarë numri jam tani. Së fundmi, ula palestrën. Nuk bëra më palestër çdo ditë. Bëra palestër, bëj palestër 3 apo 4 herë në javë. Një ditë palestër, një ditë pushim. Në ditët që isha shumë e ngarkuar, sepse vërtet kam qenë e ngarkuar me xhirimet, ju e dini jetën time si është, sa mbasi edhe nuk duket në rrjetet sociale, po është shumë e ngarkuar me aktivitete, me punë, me nuk rri ndonjëherë në një vend unë. Edhe po më përpara bëja të pamundurën edhe qofse kisha bërë gjithë ditën punë, ikja, nuk e di nga i gjeja energjinë, domethënë e di nga i gjeja, nga dëshira, po e ngrija veten edhe e sforcoja dhe shkoja në palestër edhe ngrija dhe pesha atje. Domethënë stres gjatë ditës trupi me punë, stres në palestër me pesha. Nuk është normale, nuk duhet bërë. Kështu që nuk e ula aktivitetin fizik, thjesht peshat nga pak i ula, nuk bëra më për shembull ku diun. Nuk e bëra më leg pressin me se mbaj me sa e bëja. Vjet e bëja me 100. Këtë vit e bëj me 50. Domethënë i kam përgjysmuar të gjitha peshat, i përgjysmova vërtet të gjitha peshat. U fokusova më shumë tek lëvizja se sa tek pesha. Nëse nuk ndihesha me shumë energji, nuk e sforcoja veten që ta bëja ushtrimin. Bëja ushtrime që shijoja, normalisht që nuk duhet hequr gjithë aktiviteti fizik sepse është esencial, po dozat e aktivitetit fizik dhe diçka tjetër nëse nuk ka thashë dieta ushqimore, është edhe që mëngjeset shumti i haja të kripura. Pra, ju a përmenda vezët, patate ëmbël, sardele, avokado, ullinj, omleta, tërshër, por nuk ula dozën e mëngjeseve të ëmbla. Nuk e di pse, këtë ma tha një instruktore, e dëgjova edhe mbasi ka funksionuar, po a them dhe juve, mbasi edhe juve në kërkimet tuaja dhe e gjeni. Mendoj që këto ishin të gjitha gjërat që bëra për të rikthyer periodat. Diçka tjetër që mendoj që është dhe rëndësishme është që ta flisni me miqtë tuaj, ta flisni me këdo që mbase mund t'ju këshilloj, sepse unë kam marrë vërtet shumë këshilla, si nga shok, si nga shoqe, si nga mjek, ginekolog, normalisht që u vizitova, normalisht që bëra analizat dolën mirë, tek ekoja dilte që periodat janë shumë afër, po mungonte thjesht të vinin. Kështu që duke folur ndihesh më mirë, ti mëson që shumë persona të tjerë kanë kaluar këtë eksperiencën që edhe ti po kalon tani, nuk ndihesh vetëm, sepse vërtet kur ata të tregojnë si e kanë përjetuar, se nuk është e thjeshtë që trupi yt mos funksionojë siç duhet, se ti patjetër që do bëhesh nevrike pastaj, patjetër që do të shqetësojnë gjërat, do i përjetosh emocionet në shkallën e tyre më të lartë, sepse nuk ke një balancë hormonale. Një herë je mirë, një herë je keq. Unë kisha mamin që e ftoja në Tiranë, ndonjëherë stresoja dhe atë se më thonte, shiko, mos reago keq se nuk po të flas keq, dhe vërtet nuk më fliste askush keq, po gjithçka që unë ndjeja brenda, ajo parehatia që kisha me veten më bënte që të kisha shpërthime të ndryshme emocionale. Edhe nuk është e thjeshtë të mos kesh hormonet në rregull, domethënë të mos ndihesh mirë me trupin tënd edhe të jesh e paqt me botën. Bravo atyre që e bëjnë, po edhe unë që mundohem shumë të jem e qetë, sërish kisha ato momentet që shpërtheja, se jemi njerëz, vërtet jemi njerëz, ndonjëherë gjërat bëhen shumë. Kështu që duke folur me miqtë dhe ato tregojnë eksperiencën e tyre, ti nuk ndihesh si person i keq, se vërtet e kupton që kjo gjë që po të ndodh nga çrregullimi hormonal, ose ti je vërtet e keqe dhe do të ishe e keqe me dikë. Sa herë që flisja ndihesha sikur isha një hap më afër rikthimit. Gjitha këto 5 këshilla që u ndava, është mirë që t'i bëni sepse asnjëra nuk ju dëmton, si të
shtoni karbohidrate, të shtoni yndyrna dhe proteinat, të mira gjithmonë. Të bëni aktivitet fizik, por jo në nivele që të stresoni trupin, të mos fiksoheni me kalorit, sepse në vërtet trupi ynë ka nevojë për energji që të funksionojë. Të rregulloni marrëdhënien me ushqimin. Vitaminat B kompleks, pse jo? Të mos bëni fasting me orë të tej zgjatura, sepse trupi kalon në nivel stresi. Edhe, po, këto janë të gjitha gjërat që unë bëra për të rikthyer periodat. Dhe këto ishin gjitha gjërat që unë bëra për të rikthyer periodat. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë ardhur në ndihmë dhe shpresoj shumë që të mos ndiheni vetëm. Këto ishin këshillat e mia për sot. Thoni në komente se cila video do donet që të ishte e radhës. Për këtë video kam pasur shumë kërkesa jashtëzakonisht. Në fillim fillon të më gjykonin pse unë ndava këtë historinë e periodave në story edhe në TikTok me ju. Por e di që shumë vajza që po kalonin të njëjtën gjë më shkruajtën mesazhe për këto këshilla dhe shpresoj shumë që t'i kem ardhur në ndihmë atyre. Qofse ju pëlqeu kjo video dhe nëse ju ndihmoi, jepini një like, mund të bëni subscribe edhe shihemi te videoja tjetër. Mua.